Gjesti i këndon Eglit, si për 9 ditë më ke harruar, nuk pas ka qenë dashuri, por fiksim. Banori i Big Brother VIP, Gjesti, ka vazhduar të përpiqet të përballojë largimin e Eglit takon dhe ndjenjat që ka pasur për të, me batuta dhe vargje të thura për të. Ai e ka shprehur shqetësimin dhe hidhërimin e tij që për 9 ditë ajo ka ndryshuar ndaj tij dhe e ka harruar. Në një moment kur shihet duke pastruar në kuzhinë, Gjesti i këndon Eglit dhe thur disa vargje, duke i bërë një kujtesë për atë që ndodhi mes tyre. Ai shprehet në mënyrë të drejtë për drejtë duke thënë: "O s'kam lënë vend pa të përmend, po çish ke dal prej zemrës tem, o Egli im, pse s'po flet për mua? Çish për 9 ditë dashuria që ka shkuar? Çish për 9 ditë më ke harruar, a më ke thënë që shumë të dua? S'pas ka qenë dashuri, po pas ka qenë fiksim. Ah, zemra jem ke bërë eskalim." Gjesti duket të jetë duke përjetuar një çrregullim të ndjenjave dhe emocioneve për shkak të largësisë dhe ndryshimeve të papritura që Egli ka bërë pas rikthimit në Big Brother VIP. Ai shprehet me zemërim dhe zhgënjim për faktin se ajo ka ndryshuar qasjen dhe sjelljen ndaj tij, dhe se çdo gjë që kishin ndier duket se ka humbur. "O eskalim, eskalim më ke çuar në përfundim", thot ai, duke theksuar se kjo është një ndjenje pa shpjegueshme dhe e vështirë për t'u përballuar. Për më tepër ai shton, "Po dy fytyrësha janë bre, Zoti i ruajt, si nuk kanë marrë", duke kritikuar ndryshimin e sjelljes së Eglit dhe disa banorëve të tjerë. Ai duket të jetë i hutuar dhe i mërzitur për këtë ndërim dramatik të marrëdhënies së tyre, pasi kishte menduar se lidhja e tyre do të ishte më e fortë dhe më e sinqertë. Egli, nga ana tjetër, ka ndëruar komplet qasjen ndaj Gjestit dhe ndaj disa të tjerëve brenda shtëpisë, pas rikthimit të saj në Big Brother VIP Albania. Ky ndryshim ka krijuar një dinamike të re, ku ajo tregon se nuk është më e njëjta personazh që ishte para se të largohej. Ky ndryshim është shpesh i dukshëm në sjelljen e saj, duke u bërë më e ftohtë dhe më e distancuar nga ata që më parë ishin të afërt. Ajo ka filluar të tregojë se ndoshta ndodhi një ndryshim në ndjenjat dhe qëndrimet e saj, duke e bërë të vështirë për Gjestin të kuptojë se çfarë ka ndodhur me marrëdhënien e tyre. Ky ndryshim ka sjellë pasiguri dhe shqetësim për Gjestin, i cili ndihet i braktisur dhe i lënë pas. Ai është përpjekur të mbajë qetësinë, por kjo ka ndikuar në mënyrë të dukshme në mënyrën se si ai po e përjeton situatën, duke treguar përmes këngëve dhe komenteve të tij se po kalon një periudhë të vështirë emocionale. Kjo është një periudhë e tensionuar për Gjestin, i cili kërkon përgjigje dhe shpjegim nga Egli për ndryshimet që kanë ndodhur mes tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!